I Albancите во Македонија, пред Албанците во Македонија, да им помогне на албанците, за албанците во Македонија. Обичниот албанец на албанците од албанските партии. Албанците може коалиција на албански партнер со нас ќе биде товар. Kreu të VMRO-DPMN-s Nikola Gruevskit, pasi e humbi pushtetin, ju kujtua se shqiptarët ishin ata që e dërguan në opozit. A i tha se partia është në proces të reformimit, kurse antarësia e re do të përkujdeset që të formoj politika të reja ndaj bashkësive tjera etnike në vend. Gruevski tha se mediat shqiptare kanë qenë të dirigjuara dhe kanë ndikuar që personaliteti i tij të paraqitet gabimisht tek shqiptarët, duke krijuar percepcion se ai po punon kundër shqiptarëve. Në fjalimin e tij të mbrëmshëm që zgjati 26 minuta, shqiptarët i përmendi më shumë se 7 herë, për dallim nga mbrëm. Në festën për përvjetorin të 25 dhe të 24 të partisë së tij, Gruevski ka përmend shqiptarët vetëm një herë, edhe atë duke folur për investimet ekonomike. ВМРО-ДПМН mora da se подобрува и реструктурира. ВМРО-ДПМН треба да ги дефинира целите на своето идно делување, да ги подобри односите со дел од меѓународната заедница, во насока на заедничките цели и интереси, но и да формира автентична политика кон помалите етнички заедници, вклучувајќи ги албанците, кон кои мора да ги презентираме нашите верувања за заедничко живење во државата и да ги разбиеме стереотипите кон негативната кампања против нас во албанските медиуми, која беше свесно диригирана и темпирана во изминатиот период. Edhe pse paralajmëroi reforma në parti dhe politika të reja ndaj shqiptarëve, Gruevski nuk deshi të përgjigjet se a ka gabuar me ta. Dhe ka zgreshqivte sa albancite? Gospodine Gruevski, priznavte u vaš odgovor da ka zgreshqivte sa albancite? Sipas kreut të VMRO-DPMN-s, shqiptarët do të dëshpërohen shumë shpejt nga LSDM-ja. I albancite во Македонија, со тек на време, ќе свата дека со СДСМ се е ветер и магла. Меѓународниот фактор нема да се разочара, бидејќи знае со кого има работа, но моментно им требаат. Ние меѓу другото, мора да работиме на исправање на искривената слика, која за нас ја креира СДСМовските медиуми и структури пред албанците во Македонија. Sipas Gruevskit, retorika patriotike e partive shqiptare dhe kërkesat për zyrtarizimin e gjuhës shqipe shkojnë vetëm në favor të karrierave politike të disa individeve, por jo dhe në të mirën e shqiptarëve. Në festën e 26 vjetorit të VMRO-DPMN-s ishin prezente edhe shumë persona që u pa në radhë të parë në protestat e lëvizjes për Maqedoni të Bashkuar. Në mesin e tyre kishte edhe persona që janë në nënhetim të prokurorisë themelore për dhunën 27 prillit në Kuvend, kurse disa prej tyre e shfrytzuan momentin për t'u fotografuar me liderin e partisë.